Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rikonfirmuar mbështetjen e tyre për rrugtimin e Kosovës si një vend sovran, demokratik dhe multietnik. Në një përgjigje ndaj interesimit të mediave në Prishtinë, ambasada amerikane theksoi rëndësinë e stabilitetit dhe sigurisë rajonale, duke shprehur pritshmëri për një bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e re. Ndërkohë, kryeministri në detyrë dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, ka nisur takimet me përfaqësuesit e partive politike të pakicave, me qëllim konsultimet për formimin e qeverisë së re. Takimet e tij përfshin përfaqësues të komuniteteve bosnjake dhe serbe, si Emilia Rexhepi nga Partia e Re Demokratike dhe Nenad Rashić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Gjithashtu, Kurti është takuar edhe me Elbert Krasniqin nga Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës. Për 2 javët e ardhshme, në prag të seancës konstituive të kuvendit, vetëvendosja do të intensifikojë përpjekjet për të siguruar mbështetje të mjaftueshme për krijimin e qeverisë. Me 48 vende të fituara në zgjedhjet e 9 shkurtit, Partia e Kurtit ka nevojë për të paktën 61 vota për të formuar ekzekutivin e ri dhe për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Bisedimet me partitë e tjera politike pritet të jenë vendimtare për përmbushjen e këtij objektivi.